0900, se për ty kam këtë numrin. Partia Demokratike kërkon 60 ditë përjashtim nga punimet e kuvendit të kreut të grupit të Partisë Socialiste të Uland Balla për këtë frazë, me të cilën ju drejtua deputetës Albana Vokshi në seancën e sejntes. Në kërkesën drejtuar Sekretariatit të Etikës, PD-ja flet për gjuhë fyese, ofenduese dhe seksiste ndaj ligjvënëses Vokshi. Demokratët thonë më tej se kjo gjuhë nxit urrëtitjen dhe diskriminimin mbi baza gjinore dhe kërkesa e tyre nuk ka si qëllim vetëm dëshkimin e Ballës, por edhe të përçojë mesazhin se për kuvendin çdo formë diskriminimi mbi baza gjinore është e papranueshme. Ne do ta votojmë. Grupi i PS-s ndërkohë kërkojnë dëshkimin me 10 ditë përjashtim nga kuvendi për Gazmend Bardhin dhe 1 muaj për Kleviz Balliun. I pari u përfshi në replika të forta me Ballën e Peleshin në sallë, ndërsa Balliu pati një moment përplasje me kreun e grupit të Partisë Socialiste, ndërsa tentoi t'i shkul mikrofonin. Socialistët argumentuan se deputetët demokrat kanë penguar zhvillimin normal të punimeve të kuvendit, duke bllokuar foltoren dhe duke përdorur gjuhë të papërshtatshme. Sekretariati i Etikës pritet të mblidhet në vijim për të shqyrtuar kërkesat.